Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vetëm një gjethe dafine I jep lam të mirë çdo problemi, jasti ta përdorni. Gjethet e dafinës janë fantastike në vlerat e tyre çuditëbërëse që ato ofrojnë për shëndetin e mirë të gjithë organizmit, që nga lashtësia dhe deri në ditët e sotme. Recetat shëruese me përbërës kryesor gjethet e dafinës janë ndër më popullore në të gjithë botën. Sipas ekspertëve, ne këtu do t'ju tregojmë një recetë fantastike të përdorimit të gjethteve të dafinës për shëndetin e mirë. Pankreasi është një organ I vogël I cili rrallë herë të vjen ndërmend. Pankreasi ka dy funksione bazë. Ky organ prodhon insulin për të kontrolluar nivelet e sheqerit në gjak dhe enzimat për tretjen e yndyrës dhe proteinës. Lëngu I cili prodhon pankreasi neutralizon acidet që lëshon edhe stomaku juaj duke krijuar kështu ambientin perfekt për enzimat tuaja tretëse. Në qoftë se pankreasi del jashtë funksioni, organizmi nuk përthith dot substancat e mira nga ushqimi. Këtu ju do të gjeni disa receta të thjeshta se si të përgatisni recetën me gjethe dafine për të lehtësuar disa probleme të ndryshme shëndetësore, si edhe për të promovuar shëndetin e mirë të organizmit. Sipas ekspertëve, juve do t'ju duhen 3 deri në 4 lugë gjelle gjethe dafin të grimcuar dhe 3 lugë gjelle me lëkura portokalli të grimcuara. Gjethet dhe njëkohësisht lëkurat ju mundet që t'i përdorni edhe të thata, por njëkohësisht edhe të freskëta. Zjeni më parë në një enë 3 filxhan çaj me ujë, më pas hiqeni ato nga zjarri. Më pas shtoni gjethet e grimcuara të dafinës dhe lëkurave të portokallit në ujin e vluar. Vendoseni një kapak apo pjatë sipër dhe lëreni të pushojë për 15 minuta, derisa gjethet e dafinës dhe lëkurat e portokallit të lëshojnë përbërësit e tyre. Më pas, lëngu që të përftohet kullohet, sipas dëshirës ëmbëlsohet me mjaltë ose jo. Kjo përzierje konsumohet 2 herë në ditë, në mëngjes edhe në mbrëmje dhe përmirëson procesin e ushqimit në pankreas. Dafina dhe njëkohësisht sistemi juaj I tretës. Gjethet e dafinës duket se kanë një impakt të fortë në sistemin tuaj të tretjes dhe ato gjithashtu qetësojnë një stomak të trazuar dhe zorët tuaja. Përmbajtjet organike të gjethteve të dafinës gjithashtu ndihmojnë me tretjen dhe qetësojnë një stomak të trazuar dhe njëkohësisht të zorët. Dafina dhe frymëmarrja. Gjethet e dafinës mund të përdoren për të lyer kraharorin dhe për të ndihmuar në problemet me frymëmarrjen. Në qoftë se ju nuk keni mundësi që të përdorni vaj, atëherë mjafton që të zjeni ujë me dafinë dhe të shfrytëzoni avullin që do të lëshoj, pasi do t'ju lehtësoj dhe njëkohësisht do të eliminoj të gjitha bakteret e rrezikshme të cilat gjenden në sistemin tuaj të frymëmarrjes. Por kujdes sepse përdorimi I vajit të dafinës I ndalohet gravështat zëna. Gjithashtu dafina ndihmon me zemrën. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtjen e tyre acid kafeik dhe rutin, 2 elementë të cilët I japin në zemrës tuaj forcë. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Sipas ekspertëve, keni kujdes sepse përdorimi I vajit të dafinës nuk I rekomandohet graveshtat zëna. Dafina ndihmon në zemrën. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtjen e tyre acid kafeik dhe njëkohësisht rutin, 2 elementë të cilët I japin forcë zemrës sonë. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër dhe ndërkohë që acidi largon të gjitha kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular.
Dafina kundër diabetit. Gjethet e dafinës kanë një lidhje direkte me rregullimin e nivelit të sheqerit tuaj në gjak. Konsumimi i rregullt i gjethetve ul njëkohësisht edhe rrezikun e sëmundjeve të cilat kanë të bëjnë me diabetin. Sipas ekspertëve, gjethet e dafinës mund t'i përdorni si një recetë natyrale për të trajtuar dhimbjen e kyçeve dhe gjithashtu variqet të cilat gjenden në këmbët tona. Përbërësit për këtë recetë që do t'ju duhen janë 60 gram gjethe dafine të njoma ose të thata, 500 ml vaj ulliri. Mundet që t'i shtoni rozmarin për aromë. Udhëzimet. Së pari coptojeni dhe shtypeni gjethet e dafinës. Hidheni ato në kavanoz qelçi dhe mbulojeni me vaj ulliri. Mbylleni kapakun fort, shkundeni kavanozën dhe lëreni në një vend të errët dhe të freskët për plot 14 ditë. Her pas here shkundeni kavanozët e qelçit në mënyrë që të lejohet përzierja e një trajçme. Pas 2 javësh shkollojeni lëngun me anë të një nape të pastër. Vajin shërues futeni në një shishe qelçi dhe mbajeni atë në një vend të ftohtë dhe të errët. Përdorimi. Vajin me dafin ju mundet që ta ngrohni në avull dhe më pas ju duhet që të fërkoni kyçet dhe gjymtyrët që ju dhëmbin. Përveç kësaj, vajin shërues ju mundet që ta përdorni për të trajtuar kështu ulçërën limfatike, migrenën, si edhe infeksionet e veshit. Ndërkohë, sipas ekspertëve, nëse ju keni dhimbje të forta koke, aplikojeni atë në të 2 anët e kokës. Dhimbja do të ikë brenda pak kohëve. Konsumimi. Këtë vaj ju mundet që ta përdorni edhe për problemet e stomakut, mëlçisë dhe njëkohësisht oreksin. Mundet që ju të konsumoni një lugë gjelle në mëngjes esëll për të paktën 30 ditë. Kurën ju mundet që ta përsërisni në rast se e ndjeni të nevojshme. Me dafin kundër gripit, bllokimeve dhe njëkohësisht sekrecioneve. Kura me avullin e lëshuar nga dafina i hap rrugët e frymëmarrjes dhe njëkohësisht ajo mundet gjithashtu që të zhbllokojë edhe hundët. Ekspertët rekomandojnë zgjerrjen e 6 gjethteve të dafinës në 2 gota me ujë. Pasi uji të ketë marrë val, hiqeni nga zjarri dhe hidheni në një enë tjetër. Mbulojeni kokën me peshqir dhe mbajini fytyrën tuaj pranë enës. Ndërkohë, merrni frymë thellë duke nuhatur kështu aromën e këndshme të dafinës. Shurup kolle i përgatitur në shtëpi, ku gjethet e dafinës kanë një mënyrë efikase për të trajtuar kollën dhe njëkohësisht për të pastruar rrugët e frymëmarrjes. Gjethet e dafinës janë shumë të mira edhe kundër bronchitit. Me to ju mundet që të bëni kompresa mjaft të mira shëruese. Në një tenxhere të vogël ju duhet që të hidhni 2 gota me ujë dhe pasi të kenë marrë val, shtoni edhe 3 gjethe dafin. Fikeni sobën dhe pas pak minutash në tenxhere, hidhni një nap të cilën më pas mundet ta përdorni si kompres dhe ta mbani në krahëror. Një mënyrë tjetër është që pasi gjethet e dafinës të kenë qëndruar në ujë të ngrohtë për disa minuta, ju t'i vendosni ato me një herë mbi krahëror. Vaj esencial i dafinës. Aroma e thellë e dafinës ju ndihmon që të merrni frymë lirisht. Për përgatitjen e dafinës dhe vajit të saj ju duhen 4 deri në 5 gjethe dafin dhe 2 gota me vaj bajameje të ëmbël. Pastrojeni gjethet dhe hidheni në një kavanoz bashkë me vajin e bajames. Lëreni për 40 ditë dhe më pas mund ta përdorni vajin për të përmirësuar frymëmarrjen ose kundër sinozitit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos t'i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.